qeni teme mirë, paroda. Jo ajo e ushtrisë, por kjo e krenarisë. Si në shumë vende në botë edhe në Prishtinë pjesëtarë dhe përkras të komunitetit LGBTQ-ja paraduan në përqendër të qytetit, me që ngjarja ishte e rëndësishme, vendosëm ta mbulojmë live, edhe ato në lojme qendrore, edhe kreti që shduki normal derisa që shikojeni vetë. Nga figurat politike ishin prezent kryetari i Prishtinës Përfajri Mrama, ambasadori Gjermani. Ku je nisë? Ku i bi me flamur të Palestinës në parat krenaris apo më kallëzën? A din maspori ku i bje Palestina në hartë? Hajde edhe nëse e din na i sem për atë vend. Prej kur është Palestina që është komunitetit LGBTQ-ja? O pëse kur e ka venin flamuri Palestinës kras flamurit me ngjyrat të ylberit edhe flamujve tjerë të ngjashëm në parad? Prej kur Palestina qenë ka teme dashnise e krenarisë? Që të merrem i vesh diçka. Ehud Olmert është ka pohën që Izraeli është ka kryen krime luftën në Gaza. Brenda 2 javëve ka raporte për 10 njerëz të vrarë të cilët kanë qenë duke kërku buk. Gardiani e ka një shkrim që shpirtin ta kput, qysh e kanë vrarë një non e cila ka dalë buk për fëmijët e vet me gjet. Nona nuk u kthy, fëmijët janë jetima, edhe të rritun. Edhe vrasjet, edhe krime tjera, edhe fakti që po andalin njerëzve bukën. Janë gjëra që zër me besu që njeri mundet me jabo tjetrit njeri. Por janë gjëra që na Kosovarti kemi përjetu edhe e dim për çka po flitet. Parap, s'ma merr menja që ajo bia edhe tjerë si ajo kishin mujtë në Palestinë me shku me krejt që ato ngjyra, e me që ata flamuj Rainbow, edhe me krejt që ato tema atje, për shkak se ato tema jo veç janë haram, që besa janë krime që dënohen rapt. Shkurt, s'ma keni fort qiren që bashkë për liri dhe dashni i keni ketë flamujtë në parad, ka aty dhe agenda politike sot dush. E tash, Palestina është tem forteron, edhe politike edhe historike, e s'jom bash i sigur që Hamasi, që e mon pushtetin Palestinë ras që duhet me ua kujtu, me entuziazëm e pret haberin që dikush është ka para kalën me flamur të Palestinës në parat krenaris Prishtinës. Mirë po, në fjallët e pavdekshme të Dardan Islamit, Irani iku për lesh e ju halop e koni Gazën, ta shdorë në zemër, pas kësoj pirle zërë është me elaboru diçka ma shumë, për Gaza hajde. Ama që kemi ka shumë ekspert për Iran në Kosovë, s'to se kom ditë. Këto e kom marrë vesh këty në ditve. Ta shkuptohet që unë se kom nërmen me lujtë ekspertin, nëse bash dëni me lezu Shqip, diçka për këtim lezojeni Enver Hasanin edhe në regull jemi. Qka në minutat e hoqës mund t'ju them, është që edhe mullat në Iran, edhe Hamasin Palestinë, kanë ardhur me përkrahjet popullit, pasi pushtetet para prake në rastin e Iranit Shahu e në rastin e Gazas Fatahu kanë qenë të korruptuara derin ashtë. Mirë po nuk është që fort e ka nol korrupsionin këta e fort ua ka pohojrin gjemati. Për ma tepër Irani është akter global i politikës, ka met pa general, pa komandant dhe pa kontrol të hapsinës vet ajrore. Qyre iluzioni madhështisë dhe ideja e rrejshme që seriozisht mundesh me bu diçka pa aleat edhe pa fuqit madhe kushton shumë. Mos harroni sot për 33 herë u mbledh kuvendi edhe deputetet nuk kanë ditë me konstituu. Mysafiri para Anton Quni.